Zoti Ndreu, ti ke formim në polici, ke mbaruar akademin dhe duke qenë dhe geg, ka një shprehje që lidhet edhe me drejtësinë, edhe me sigurinë, po edhe me gegët. Që kur doli shkresa, iku besa. Tani, mbas kaq vitesh nga ky postulat i nxjerr nga populli geg, Partia Socialiste dhe zoti Rama vendosën tavolinë të gjithë, po themi, politikanëve më përfaqësues, deputet, ministra dhe drejtues të qarqeve, një kod atje, një libër, vendosin besën. Ç'lidhje ka kjo besa, zoti Ndreu? S'kuptova asgjë, unë ju kuptova gjë? Po kuptova. Ç'a kuptovat? Po kuptova sepse sot në këto kushte rrethana, kur protesta është kaotike totalisht, ku s'dihet kush është i parë dhe i dyti atje, që shkon e zihen, njëri bën konvente, tjetri bën veze, tjetri shkon e bën sot kemi ardhur të ham pime etj aty, pra që është një kakofoni pjesëmarrje totalisht pa bosht, pa gjë. Po. Në këto kushte, kur ata nuk po krijojnë dot një informacion politik, në kushtet kur Berisha i ka futur hund direkt në protestë, është identifikuar si pjesë e protestës. Atëherë i takon qeverisë që të reflektojë. Kujt i takon? Ky është reflektim? Po sigurisht është reflektim. Duke i dhënë një, po themi, një libër atje me emrin Besa, ç'lidhje ka Besa? Edi Rama ka reflektuar dhe ka kuptuar se jo të gjitha gjërat shkojnë mirë në qeverisin e vendit. Dhe kjo bëhet me anë të Besës? Tash ti mund ta qush, ju merrni një fjalë Bese. Po ju më është titulli i materialit? Ai thot, po shumë mirë. Ai thot që unë i kam identifikuar gjithë problematikën që merdi nga rryma e fillimit që deri këtu jemi okay. Shumë mirë. Ka identifikuar grupin e njerëzve që dolën atje për të kërkuar realisht diçka. Edhe këtu jemi okay. Ka marrë sinjalet e duara të kërkesave që ato kanë bërë. Edhe këtu jemi okay. Dhe i ka vu këtu në tavolinë. Po pse Besa? Më fal, po si do ta zgjidhësh ndryshe? Pa Besë. Bëhet me Besa, pse me Besë punon ti në krye të bashkisë së Lezhës? Është fjalë shqiptare, mos e është e përdorshme, mos është e papërdorshme. Jo, ajo bëhet me shkresë, jo me Besë. O më fal një minutë, edhe me shkresë. Unë jam tos vet, po nga gegët e kanë dëgjuar. Jo, edhe shiko. Që kur doli shkresa iku Besa, thoni ju. Ma gjë, nuk jo çdo shprehje është absolute. Jo, po ti e bën me shkresë Bashkinë e Lezhës. A ka mundsi, jo çdo shprehje është absolute. Kur kam shkuar në Bashkinë e Lezhës, njerëzit kanë pasur një perceptim shumë të zi për mua. Por kur kam punu pastaj, kur i kam dhënë... Ta ka bërë politika aty? Jo. Kur kam hyrë pastaj kam punu, njerëzit kanë kuptuar se ky mund ta bëjë ndryshimin, mund ta bëjë gjë, edhe ndonjë gjë që e bëj gabim. Për ka plot gjëra që nuk shkojnë ashtu si duhet, dhe njerëzit prapë besojnë të unë se ky mund ta ndryshojë. Atëherë këtu hyn ajo që thotë Besa dhe ka sens fjala Besë, sepse pavarësisht se unë kam gabuar në 5 gjëra, ju e dini se unë mbaj dhe mundem me ndryshu dhe sot në këto kushte rrethana që kemi, është i vetmi Edi Rama që mund të bëjë një transformim të kushtet. S'ka njëri tjetër, për momentin. Po prodhojeni pra, një forcë politike aty në shesh. Ku është? Apo Saliut, idealisht. Do të shkojmë zgjedhje parakoshme nesër. Ke qef? Do të shkoni zgjedhje parakoshme fiton pse e prapë jo duke. Po si do të. Mi mund të bëni pyetje kush fiton nesër, nëse shkojmë, nëse Rama jep dorëgjën sot. Jo, me ato opozitë, me gjendjen e opozitës keni drejt, fiton Partia Socialiste, po kjo nuk është fitore. E disa është kota PD-s, besoj e din, sot. Sa është? 19%. Sa? 19%. Këto janë sipas sondazheve që keni kryer ju, si parti? Kur pse nuk ka pas sondazhe të gabuara? 19% partia. 19% në gjitha llojet e sondazheve. Po pse shkoni zgjedhje parakoshme, fitoni me. Pse ne përçajemi për ta futur vendin në kolaps, prap ne do vim. E prap ne do fillojmë të bëjmë marrëdhënie me njerëzit. Po ne jemi këtu. Si do shkojmë? Do të shkojmë. Në fundit, nëse duhet do të shkojmë. Çfarë problemi ka? Nëse kemi frikat punë. Po bëni. Po nuk do ta bëjmë për momentin sepse kemi një zgjidhje, kemi qeverinë, kemi mekanizma dhe ne po. Kryeministri reflektoi. Ju ka bënë një fjalë Besa. Unë mendoj që kryeministri ka kuptuar gjën. Dhe kjo është pozitive. Kjo vetëm më marr pozitiv. Vërtet ju duhet të ngreni një hipotezë. Vërtet e ka ky që duhet ta ndryshojë këtë gjë? Dhe këtu keni një përqen, ka për të bërë revolucion. Kush do bëjë revolucion? Ai, kryeministri i Zoti Rama? Po revolucioni sigurisht ky i flamingove, çfarë revolucioni do bëjë Rama? Revolucioni i flamingove ka ngeli sorra dhe mirë thotë ai. Kanë ngel të Saliut, tash i kanë ngel ca qytetar, mos ja am hakun.
por e kanë marrë në dorë tjetër kush. Nuk fryhet më. Tani ajo që Po e ke vurë re, nuk ngjitet më një protestë, unë kalova mram aty. Me të thonë drejtën, merri gjyna. jo, ti ke fërkuar duart për leri këto tani. Landi, unë nuk kam dyshim asnjëherë se unë jam mësuar me protesta. Kam qenë në policinë e shtetit vetëm kur ka humbur Gjela, kur ka fituar Rama në 2003, janë bërë 40 ditë protesta, do kjo ja ka kaluar. 40 ditë aty në bulevard. Unë jam mësuar dhe di formatin e protestës dhe di ku çdon qeveria, ku mund të rrezohet qeveria. Me këtë format kur s'ka produksione, kanë produksione vërdall, po se porzon qeveri ky format ose një ditë që qohet PD-ja pesh dhe e furnizon e vinë dhe ca e furnizon nga rrethet, edhe duke sigur është bon nami, nuk rrezohet qeveria me këtë formulë kur. Pra, nuk mund të thush ti qytetarët 100 vetë para parlamentit, 100 vetë aty që nuk frymëzojnë askënd, që janë sakëlldia e njerëzve se ajo sjellje është shumë e bezishme për shqiptarët më. Në vërtet mund të ketë kësur Edi Rama dhe duhet të kritikohet apo duhet bëhet apo në njëri kam lef. Unë i shoh ca që ku kanë lindë kanë lefin në trup. Domethënë kush do të shkojë aty që ku kanë lindë vetëm lef, zi, ster. Nuk është çështje Edi Rama, kanë çështje të brendshme atë fund. Disa e kanë me Edi Ramën personalisht. Pse? Disa janë në administratë që kanë dështuar në administratë dhe dalin aty. I kam pasur dushën. Kam pa njerëz që kanë dështuar në mënyrë spektakolare në administratë. A ka gabime Edi Rama? Se ju jeni nga ata që keni karakter. Kush është ai pushtetar në botë që ka pushtetin në një shtet dhe s'ka gabime? Po, problemi është se varësit e vet nuk e thonë këtë. Kush nuk e tham unë? Po, juve po pyet se di që do thoni. Cilit janë gabime gjithë të që ndodhi? Çfarë gabimi ka bërë zoti Rama? Administrata edhe një herë. Jo, vetë çka ka bërë vetë ai. Linja e komunikimit. Ta them unë, linja e komunikimit, qeveri, poshtet lokal, drejtoritë përgjithshme, qytetar duhet të zgjidhet. Duhet të zgjidhet patjetër. Ekuacioni i komunikimit në mes qeverisë. Po atë Rama duhet ta zgjidhë zoti. Rama ka bërë përpjekje sot ti keni platformë bashkëqeverisje ku çdo qytetar ankohet dhe në fakt ankesat na vjen në institucione. Pavarësisht se institucionet pastaj bëjnë ç'a bëjnë. Kalon një dritare për gjithë njerëzit, kalon për ndërtimet, kalon dritare, komunikimi, kalon telefonin e vet. Rama merr pafund SMS dhe SMS-t e Ramës adresohen menjëherë te dikasteri për ka. Është për gabime për Ramën, jo për gabimet e varësve të Ramës. Sa do jam lodh unë në Lezhë, nuk jam i kënaqur me administratën time në nivelin që unë du. Ose që qytetarët du, sa do. Ka një problem Erland. Ne jetojmë në Shqipëri. Unë për shembull si kryetar bashkie, po marrë kryeministri ja. Nuk mund të identifikohet me një kryetar bashkëpunës, s'mund të identifikohem në Rom apo në Londër apo në diku në Gjermani, unë sa të dalë të dera kam 4 kushi, 3 nipa, 2 komshi, 4 shërklase, aq është vendi. Jemi në presionin e pashembull të njerëzve tonë që duam apo s'duam, ne jetojmë për ditë aty. Atëherë si zgjidhni këto? Mundohem të ndjek linjën ligjore, po jo gjithmonë jam i zoti për ta bërë, me disa jam prish, sepse nuk po jam prish sigurisht, edhe me njerëz mi. Me njerëz tu? Po. E vjen e thot ti e zoti më qiell, ti e bën kët, po unë nuk jam zoti më qiell aty, po nuk e bëj dot. Jo po ti e bën dhe s'ma bën atë.